Shërbimi psikologjik i ofruar në qendra shëndetësore të Shkodrës është kthyer në një mbështetje të rëndësishme për qytetarët, me një numër gjithnjë në rritje persona që kërkojnë ndihmë për përballimin e vështirësive emocionale. Ky shërbim ofrohet prej 2 vitesh e gjysmë në të gjitha qendrat shëndetësore të qytetit. Ky shërbim fokusohet kryesisht në 3 forma, ose kështu paktën jam përpjekur unë që ta fuqizoj, duke informuar qytetarët në lidhje me probleme të ndryshme të shëndetit mendor dhe fizik, duke sensibilizuar ata për probleme të ndryshme të shëndetit emocional dhe mendor, dhe gjithashtu duke ofruar shërbimin e këshillimit drejt për drejt. Kërkesa për këtë shërbim ka ardhur kryesisht nga persona që vuajnë nga lëndime fizike, të cilat kanë shkaktuar edhe trauma psikologjike. Gjatë këtij viti vihet re një rritje e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rëndësinë e mbështetjes profesionale në shëndetin mendor. Kryesisht jam fokusuar me personat që kanë probleme të shëndetit fizik, të cilët për shkak të këtyre problemeve kanë krijuar edhe probleme të shëndetit emocional apo mendor, si gjendja ankthi apo çrregullime emocionale të ndryshme, dhe këtu kryesisht është kategoria e moshës së mesme dhe të mosha e tretë. Ka pas një farë sensibilizimi edhe nga njerëzit duke pranuar shërbimin e këshillimit psikologjik, sepse numri ka treguar që është gjithnjë në rritje dhe personat që afrohen dhe kërkojnë duke larguar stigmën dhe frikën nga psikologu, janë shtuar numri personave që kërkojnë ndihmën nga psikologu i qendrës. Shërbimi psikologjik në qendra shëndetësore të Shkodrës mbetet një hall kyçe për forcimin e mirëqenies individuale dhe ndërtimin e një shoqërie më të shëndetshme.